Ky është Markus Nezaj, 14 vjeçar, I cili I nxitur dhe nga gjyshja e tij, ka nisur ngjitjen e shumë maleve nëpër Shqipëri, si mali I Dajtit, maja e Tujanit, Korabi, Jezerca, Gjallica, Shëndëllia, mali I That, mali me Gropa, Bukaniku, liqenet e Jezercës, Gramozi e të tjerë, si dhe Gjeravica në Kosovë. Unë jam një nxënës I klasës së 9, arsimohem në shkollën e Minduraku, merrem me futboll, me ekipin e Dinamos. Ju keni ardhur I shoqëruar dhe nga gjyshja me gjyshen time të dashur, Ladi Sulo. Po. Ju jeni një frekuentues I hikingut. Këtë pasion për hikingun ja u ka futur gjyshja juaj. Gjyshja ime. Mbani mend çfarë moshe keni qenë kur keni bërë hikingun e parë, ngjitjen e parë? Si fillim, ngjitja ime e parë ishte që në moshën time 3 vjeçare. Në fillim nisi si lojë. Gjyshja ime më pa që isha shumë tip I hedhur, tip I shkafët, dhe tha, ti nuk je për Tiranë, ti je tip shumë hiperaktiv, hajtë të marrë në një ngjitje në mal. Shkuam në Dajt, aty unë pash natyrën e bukur, gjelbërimin e paarritshëm, dhe kështu filloi mal pas mali, ngjitje pas ngjitjeje, që edhe unë mora nismën të ngrihesha deri këtu ku jam. Po, atë ngjitje të parë që keni bërë në malin e Dajtit e mban mend në rrugën automobilistike, në Përshtigje? Në Përshtigje. Kisha nevojë për ndihmë, por gjysha ime nuk më ndihmoi as pak. Tha që ti do e bësh vetë, me vullnet, me disiplinë. Pra nuk të mori hopa në një moment? As pak, në asnjë moment nuk më mori hopa. Po besoj pauza pushime patët gjatë. Po, normalisht. Apo jo gjyshe, mban mend këtë ngjitje të parë të nipit tënd? Po, dhe më e fortë është sepse një ditë para murëzua dhe qa vetullën dhe shkova e ngjita, qepëm në spital dhe të nesër me ne mora. Erdhi me atë të fashuar, pra, të mjekuar. E ka dhe këtu në një foto, ku është e fashuar. Kjo është, po. Sigurisht është hera e parë. Ne shkuam në për shtejje dhe arritëm deri në maj të Tujanit. Deri në maj të Tujanit. Po. Më vonë si vazhdoi Markus ngjitjet e tua në hiking? Me aq sa kujtoj, ngjitëm malin e Bukanikut në Elbasan, edhe ai ishte një mal shumë I bukur, aty do kemi qenë 3 vjeç e gjys, 4 vjeç besoj. Edhe ajo ishte një ngjitje shumë e bukur që më la mbresa. Po, çfarë mali tjetër në Shqipëri keni ngjitur? Kemi bërë shumë male në Shqipëri, një ndër to nga më të vështirat ka qenë mali I Jezercës. Në qa moshe ke bërë? Malin e Jezercës se kam bërë në moshën 8 vjeçare. 8 vjeçare? Po. Në çfarë lartësie ka pak a shumë? 2690 metra. Më tej? Pas ditën e parë fjetëm në Valbon, duket, a? Te burimi Valbonës. Ishte ora diku te 2 natës, 3 natës, mu akoma s'm kishte zënë gjumi për shkak të oksigjenit madh që ka. Dhe dal jashtë marr pak ajër, edhe s'po isha pak mirë, isha pak si turbut, vetëm ku ngrej kokën lart shoh ato yjet. Nuk e di, sikur isha brenda në univers, jo sikur isha në tokë, sikur isha brenda në univers. Shkëlqenin yjet, ishin të pra të vete sigurisht në stratosferë, në troposferë, po? Po. Ishe pranë yjeve? Po. Dhe pastaj u nisëm diku nga ora 5 e mëngjesit, vazhdojmë ngjitjen e malit, ishte një mal shumë I vështirë. Për arsye sepse ishte mal guror, nuk ishte me bim, ishte shkëmbor I theksuar. Ishte shkëmbor, po. Arrim afër majës ishte një pjesë ku duhet të ngjiteshe me kavo. Nëna ime ishte poshtë, kurse unë isha lart. Mua po më ndihmonte një shoku I gjyshes time, dhe kur e shoh poshtë më dukej sikur nëna ishte duke rënë. Sikur po binte dhe bëj një klith në të madhe. O, nëna, bërtas fort. Se u friksova, u tremba. Pastaj edhe 100 metra na kishin ngelur nga maja, arrim, u pushuam. Aty e ndjeva veten sikur kisha kryer një detyrë shumë të madhe. Sigur e kisha mbaruar nismën time. Ishte një eksperiencë që mund të jetë ndër më të mëdhaja që më kanë lënë shumë mbresa. Edhe kur e kujtoj, emocionohem shumë. Po, më tej maja të tjera të Shqipërisë? Më tej maja të tjera kam pasur Korabin, që është ndër malet më të larta në Shqipëri, 2764 metra mbi nivelin e detit. Pa bërë 7 vjeç. Pa bërë 7 vjeç akoma, diku te 6 vjeç e gjys. Po Tomorin, më në jug? Po, Tomorin e kemi bërë dhe Tomorin, por ishte mal, atëre kur e kemi bërë neve ka qenë me borë. Nuk është se
më la shumë bresa, por ishte mal shumë i bukur. Sa ta vështirëson ngjitjen në përmale dëbora? Ta vështirëson shumë? Po, ta vështirëson shumë, sepse nëse nuk kje grup, duhet të qash borën. Kjo të vështirëson shumë edhe në ecje, të lot shumë muskujt e këmbës. Dhe duhet t'jesh gjithmonë grup, që t'jetë një njeri përpara te që të qaj borë. Unë kam qenë dhe vete, kam qarë vetë borën në malin me gropa. Kam qenë malin me gropa, kemi qenë duke ngjitur mal, dhe po shifsha që po çarnin malin të tjerë, fillova dhe unë. E morë edhe ti një herë ta merrsha dhe unë një nismën. Edhe fillova. Hapse bëhet me ndrima ajo, besoj. Në Gjeravic ishte bora e tmerrshme. Dhe ky tani ishte i vogël, 8 vjeç. Dhe filloi duke u thënë atyre dal ta hap edhe unë rrugën edhe futej në borë. Është edhe një foto këtu Futej komplet. Nëse kjo është me malin me gropa, ja. Kjo është mali me gropa. Duke çar borë. Aha. Por malet kjo korabi ka qenë dhe pak i vështirë, sepse që gjysma me borë, se Maja nuk ishte mbajtur borën, për arsye se frinera. Dhe i vogël, 6 vjeç, me forta ishte kur arriti në maj, dikush e pyet, një shoku jon. I thot Markus, sa vjeç ti je ti, thot? Unë i thot jam 13 vjeç në klasë 7. Bravo i taj, 13 vjeç, njite korabi. Kur bresim u takuam rrugës të dy. Thot mua Ladi, bravo i nipi jo, thot. Arriti të korabin 13 vjeç. Pse sa të thamo? Tha 13 vjeç në klasë 7. Në fakt që me i vogël. Po, isha 7, pa për 7 vjeç. Unë i thash, ai sa të ka thënë klasë nuk është mosha tia. Sepse gjithmonë e ka pas atë manin që hiqet si më i madh, po që të duket si fëmijë. Sepse edhe në shoqërinë që kemi pasur, ka qenë shoqëri më e madhe se unë. Dhe prandaj ndonjëherë jam më i pjekur në folje më... Me që ke ndetur me një moshë të rritur. Apo jo, gjithmonë. Të banë gjyshje afër, por edhe... Pastaj një ndër malet e mia më të vështira, ka qenë dhe mali i That, kam një foto. Mali i That? Po, mali i That. Në Korçësht apo Pogradec, në Pogradec, po. Mali i That në Pogradec. Filluam gjitjen e malit, mu duke e thjesht në fillim, por kur ishim afër 100 metrave, 200 metrave të para afër majës, aty më zuri hipertemia. Këmbët më ishin largur nga bora, hipertemia ndodh nga i ftohti i madh, kur trupi kalon në një gjendje nga gjendja e ngrohtë, kalon në një gjendje të ftohtë trupore. Dhe ku ndryshon pra ka diferencë madhe temperature. Diferencë madhe temperature. Se ju lagan dhe këmbët, ëh? Dhe ajo ja dhan shumë. Unë e kalova këtë shumë vështirë, si thuash. Në fillim rash në gjendje gjumi, gjyshja ime po më merrte me të mira që të çohesha, çou, brenda një 3 minutash jam çuar dhe më ka mbajtur shumë fort nëna që kam ecur, kam marr vullnetin që të eci deri në maj. Kam edhe një foto nëse shef atë foton aty që... Kjo këtu? Jo, kjo këtu. Kjo po. Këtë foton me sy të mbyllur, kam qenë po prapë në gjumë vetëm se isha në këmbë. Kaq. Pra edhe këtu kishte kaluar një gjë hipertermie. Derisa dolëm nga. Ju shoh që keni mbushur tavolinë me fotografi nga këto aktivitete hikingu, së bashku me gjyshen tuaj dhe të tjerë, por keni dhe certifikata mirënjohje, mund të na shpjegoni ku i keni marrë ato certifikata? Ta filloj me këtë të parën. Kjo është një ndër më kryesoret e mia, e kam marrë në moshën 4 vjeçare, është një certifikat mirënjohje nga AST Elbasani, shoqata e alpinizëm, ski dhe turizëm malor Elbasan, nga Gentian Guni, presidenti i AST-s Elbasan dhe Denis Dyrmishi, sekretari. Po, shumë bukur. Po kjo tjetra? Kjo tjetër është një certifikat mirënjohje për pjesëmarrjen e eventin ngjitja në Majën e Zezë, Rjoll në Velipoj, Qarku Shkodër, marshimi i përvitshëm, edicioni 12 organizuar nga Tara Borshi Shkodër. Edhe kjo. Edhe po prapë edhe kjo është një mirënjohje, është që për pjesëmarrjen në marshimin e përvitshëm në malin e Taraboshit, edicioni 8 me datë 20 janar 2019. Po. Edhe kjo është një certifikat e thjeshtë. Keni dhe disa medalje që keni marrë në këto aktivitete hikingu, besoj. Jo, nuk janë hikingu, këto janë në aktivitete maratone. Kjo është maratona ime e parë që kam bërë, ka qenë në 2018, kur kam qenë në moshë 7 vjeçare. Maraton Tirana. Po kjo tjetra? Kjo është maratona Tirana Trail, e kam bërë finishin për 5 km, gjysore. Po, ndërkohë kjo tjetra? Kjo është një ndër më të rëndësishmet, e mia është Maraton Tirana, e 2025, sa kilometra vrapuat tu? 10 km, e kam bërë për 1 orë e 1 minutë. Po.
Shumë mirë. Edhe kjo është një kjo është e maraton Albania po prap, në Elbasan, 5 maj 10 kilometra. Po, e kjo tjetra? Kjo tjetra është edhe kjo në maraton, jo, kjo është mini maraton, 5 kilometra e bëm edhe këtë në Elbasan. Okej. Atere, krahas i aktivitetit të shumë që keni kryer ju së bashku me gjyshen tuaj në hiking, por edhe në maratona, siç na shpjeguat me këto medalje, juve së bashku me gjyshen tuaj nuk mjaftoheni vetëm me majat që ka Shqipëria, por udhtoni edhe në disa male të Europës. Një ndër to dhe më të mëdhaja që unë kam bërë është Mula Theni. Është në Granada, në jug të Spanjës, dhe ja të gjej një foto, kam 2 foto me gjyshen time atje. Jeni pikërisht në këtë mal, a? Po, pikërisht në këtë mal, urdhro. Në çfarë lartësie jeni këtu? 3500 metra mbi nivelin e detit. Dhe për sa ditë e zhvilluat atë, pra sa ditë ju desh që të udhtoni nga Shqipëria, të ngjisni malin, të ktheheni në Shqipëri, çfarë aventure, sa ditore? Brenda 3 ditësh. Megjithatë ajo ka shkuar që avioni u vonua dhe kemi arritur duhet arrini më 12 arritëm më 1. Po. Na priti një mikesha jon. Në Granada shkua direkt, a? Jo, në Sevilla. Në Sevilla. Na priti një mikesha jon Tina që e falenderojmë. Po. Por nuk mund të flinim, për arsye se duhet të udhtonim dhe 4 orë me makinë. Po. Shkua me makinë deri atje, ngjitëm malin. Rruga besoj në Aziati 4 orë, diku te 4 orë. Dhe gjithë kjo aventurë, ngjitja malit, udhtimi në Shqipëri, Spanjë, Shqipëri, sa ju shkoi? Diku te 2 ditë, 2 ditë e gjys. Kurse ngjitjen e malit nga fillimi që e kemi bërë nga shtegu deri në fund, edhe ajo diku 4-5 orë na ka ikur. Aty me bukur e që... A e pas keni bërë në kohë rekord? Po. Me ritëm të jashtëzakonshëm? Po. Me shruecim, kemi ritmin gjithmonë. Atëherë planet tuaja për të ardhmen së bashku me gjyshet, cilat janë? Keni një maj që të pretendoni? Jo, kemi dhe disa gjëra të tjera ne. Po. Me sa aktivitete tjera je marrë. Po. Divjak, sa për? Po. Ne jemi marrë përveç ngjitjen e vetë malit dhe maratonave, jemi marrë dhe me pastrimin e ambientit. Jemi marrë në Divjak, në Kosovë, në Semdimon, në Mërnic, në Skënderaj. Pastaj në Divjak jemi marrë kemi mbjell diku te 13.000 rënjë pisha. Kemi shkuar, kemi dhënë kontributin ton si vullnetar mbi 10 herë, 12 herë. Organizuar nga pushteti vendor besoj? Jo. Organizuar nga shoqata. Nga shoqata. Vullnetare. Shtetet vullnetare, po. Planet tuaja për të ardhmen cilat janë? Planet tona çfarë maje synoni tani? Po. Unë vetëm 2 maja synoj këtu në Shqipëri, në Mërçkën edhe majën e Hekurave. Pastaj planet tjera, unë mendoj, më me Shqipëri nuk është se do gjisi maja, unë them të vazhdojmë më shumë jashtë shtetit. Edhe në fund të këtij reportazhi që po bëjmë bashkë, ju lutem juve së pari dhe gjysha juaj së fundi, na jepni një mesazh për të gjithë shqiptarët që të merren me sport ose me hiking ose me maraton, është dëshirën tuaj. Rëndësi ka që të ecin, të lëvizin, sepse duke ndenjur në shtëpi nuk arrin asgjë. Është thjesht një parazitizëm i tepërt. Pra duhet jemi aktiv. Duhet jemi aktiv. Këtë mesazhi drejtoni, kujt ja drejtoni këtë mesazh? Fëmijëve, të rriturve, edhe moshës së tretë, sepse nëse shkojmë në natyrë, trupi jon i xeron të gjitha hallet, sëmundjet, e tjerë. Po, dhe gjyshja, një mesazh? Sigurisht, unë gjithmonë mesazhin e kam, unë jam në pension, por dhe për moshën time, them duhet ecin. Duhet ecin, sikur dhe pak, por duhet ecur.